Sezoni i vjeljes së qershisë pritet të nisë në fshatin Dvoran të Korçës, një nga zonat më të njohura për kultivimin e këtij fruti. Megjithëse këtë vit prodhimi konsiderohet i mbar, fermerët shprehen të shqetësuar për mungesën e fuqisë punëtore dhe pasigurinë e tregut, probleme që sipas tyre po e bëjnë gjithnjë më të vështirë mbajtjen gjallë të aktivitetit bujqësor. Për 25 vitesh në kultivimin e qershisë, fermeri Baftiar Rexhep thotë se situata është përkeqësuar nga viti në vit. Ai tregon se ndonëse prodhimi është i të bollshëm, çmimet e shitjes mbeten të ulëta, ndërsa mungesa e punëtorëve rrezikon që një pjesë e konsiderueshme e prodhimit të mbetet pa u vjel. Prodhimin e kemi të mbarë. Kemi mungesë fuqi punëtore, edhe nuk e dim si do jetë edhe çmimi, tregu si do ashtu, se s'ka treg të mirë. Ju sa vite keni që merreni me kultivimin e qershisë dhe si kanë qenë vitet më përpara dhe si është tani situata? Ne kemi 25 vjet që merremi me qershin. Edhe sa vjen më dobët vjen, vit për vit. Prodhimi është i mbarë, kemi prodhim. Keni prodhim. Po sa i përket çmimit, sa e keni shitur më përpara qershin dhe sa mundet ta shisni si vjet? Po e kemi shitur me 100, prapa aty është vërtetë. 1800 siç kanë filluar nga dy tash. Nuk e dim si do vej, se s'kemi filluar të shesim që tash. Kush ua ble më shumë? Tirana, Durrësi, Vrora, këto janë në rrethet që vinë e marrin. Po tregu këtu në Korçë? Si tregu në Korçë është shumë i dobët. Nuk pak treg Korça. Po për punëtorët, pse mendon se nuk ka punëtor? Pse nuk duan të vinë edhe të punojnë? Jo, më shumë kanë ikur jashtë dhe nuk ka fuqi punëtore. Neve ja unë kam shumë prodhim, mund të kem rreth 8 ton qeshi. 2 veta jemi që mund të punojmë të vjelim. Kërkojmë krap punëtore dhe nuk ka. Fermeri tregon se familja e tij pret të sigurojë rreth 8 ton qershi këtë sezon, por aktualisht janë vetëm 2 persona që mund të merren me vjeljen. Sipas tij, largimi të rinjve dhe mungesa e fuqisë punëtore po krijojnë vështirësi serioze për fermerët e zonës. Edhe Sefedin Kodra, i cili merret me kultivimin e qershisë për më shumë se 3 dekadash, shprehet pesimist për të ardhmen e këtij sektori. Ai thotë se kostot e prodhimit janë rritur ndjeshëm, ndërsa çmimet e shitjes nuk mbulojnë shpenzimet për plera, ilaçe dhe punëtor sezonal. 30 vjet. Si ka qenë? Me pemë, më përpara shispim. E vinin ai merren atje. Kurse tash ti u dozuam fare tash. Se jeni dorëzuar? U dorëzuam se plakun. Plak tash spunohet me plakën. Nuk keni fuqi punëtore? Punëtore s'ka. S'ka ku t'i mbledhe. Atje të mbeten. Pse? Pse nuk ka? S'ka punëtor, kur vjen ik, kanë iku, të rinjtë. Ku të t'i mbledhe? Ne vetë t'i mbledhe me plakën, si mbledhe nda. Sa sipërfaqe ke me qershi? 5 lymë. Barë që kam 8 lymë, ashtu kanë betur. Po thahen. Edhe qershit ati të mbeten. Si do ja bëni? I që ati të janë zojtë. Këti vitim mbledhe rama për në ja. Me shokët. Me shokët. Mërë vesh, ja kështu. Me 5 qilek, edhe të marrë punëtorin me 38 lek. Qa leverdi kam unë? Kam letat qeshi. Kam leverdi? Jo. Edhe ai nxirr dot as kosto që ka argjuar. As gjë prej, ilash nga jo, ilash do pleja jo. Ti për kosto shumë. Shtetis të ndihmon. Sipas tij, shumë fermer po e humbin interesin për të vazhduar aktivitetin, ndërsa mungesa e mbështetjes dhe emigrimi i popullsisë po ndikojnë drejt për drejt në bujqësinë e zonës. Ndërkohë banori i Dvoranit, Pullum Çaushi, i cili jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, propozon një zgjidhje që sipas tij mund të lehtësojë mungesën e fuqisë punëtore. Ai sugjeron që institucionet përgjegjëse të investojnë në teknologji moderne për vjeljen e qershive, siç përdoren në vendet e zhvilluara. Ka mungesë të fuqisë punëtore. Edhe këtu e njëjta gjë është, po vinë të huaj, jo të huaj nga jashtë, po vinë nga fshatrat e tjera. Ndërsa unë do të bëja një kërkesë Ministrisë së Bujqësisë, që ata e dinë më mirë se mua që ka makineri të veçanta për vjeljen e qershive. Ministria e Bujqësisë
të importojmë makinerinë e nevojshme për të mbledhur qerësitë, që mos mbeten këta fshatarët ose kushdo, çdo fermë, tash janë fermerë, nuk janë me nga një dylym, me nga 5 dylym, por janë me hektar tokë. Të vi maqineria, e i mbledh maqineria, s'ka nevojë për punëtorë. Unë këtë gjë e kam para të ku jetoj, edhe është një zgjidhje jo e mirë, po shumë e mirë. Çavushi thot se në fermat amerikane procesi i vjeljes kryhet kryesisht me makineri të specializuara, duke reduktuar ndjeshëm nevojën për punëtor sezonal. Sipas tij, futja e këtyre teknologjive dhe në Shqipëri do të ndihmonte fermerët të përballonin mungesën e krahut të punës dhe të shmangin humbjen e prodhimit. Por pavarësisht vështirësive, fermerët e Dvoranit shpresojnë që tregu të stabilizohet gjatë javëve në vijim dhe që prodhimi i këtij viti të mos mbetet në pemë. Megjithatë, ata kërkojnë më shumë mbështetje në sektorin e bujqësisë, si në drejtim të mekanizmit, ashtu dhe të garantimit të tregut përpjar.